Pas ndarjes, një muj kam jetë ke familja, pastaj unë njofta me këtë dhe ika. Aty, pastaj ai më punovi. Mëzoj në rrugë. Kom vështeti, gjitha më keq. Më shiti, dhe pak fjalë. S'kisha ku të shkova, s'disha as vende, nuk di as gjua në Greqi në atë kohë. Me familje nuk para flisa në atë kohë se gjika. Punova një 6 vjetë. Mbasi bëra djalin e dytë, më largoj nga puna. Dua punova vetë pastaj. Punova vetë që doja lek. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Mitrovic të Kosovës, do lidhemi me një 31 vjeçare, ajo quhet Bona Habibaj, e cila është nëna e 5 fëmijëve, por fatkeqësisht sot kjo nëna është e vetme dhe I ka humbur të 5 fëmijët. Por çfarë ka ndodhur me martesën e parë dhe bashkëtesën e dytë dhe pse kjo nën ka ngelur e vetme, do të jetë pikërisht 31 vjeçaria që do na I rrëfej ditën e sotme këtë histori të trisht. Ndaj unë hap dritaren dhe ftoj menjëherë zonjën Bona. Bona, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Përshëndetje nga Tirana me të unë, po jetojmë të në Kosovë. Po flet nga Kosova tani? Po. Në çfarë qyteti jeton? Mitrovic. Në Mitrovic. E dashur Bona, unë I kam lexuar me vëmendje disa mesazhe që më ke dërguar dhe me sa kuptova ti ke probleme me fëmijët e tu? Po, me 2 djemë që I kam Greqi. Po. Unë në fakt kam qenë martuar si fillim, kam qenë martuar në Durrës. Po. I kam 3 fëmijë me bashkëshortin e parë që kam akoma të librimin me atë. Po. Në thonë me fëmijët me atë I takoj, I bëj, kuptoni shikoj fëmijët e mi. Je divorcuar nga... Pastaj që në erdhe në dhuna, familje, spinte, bënte, kupton, dhe erdhi ndarja. Je divorcuar nga bashkëshorti I parë? Si ishim divorcu kështu për me cilibrej, me punor. Dhe nga martesa e parë ti ke 3 fëmijë? Po. Po, dhe çfarë ka ndodhur? Pastaj vujt e më si gjithë në dora jonë, se ta shpjegoj se gjithë në vuj, na kupton. Pse, unë e kuptoj. Çfarë komuniteti I përket? Në jep, që se shthoni. Nuk jam... Mos ma thuaj jep kësë është fjalë e rëndë. Komuniteti Rom. Po. Mbi të gjitha ti je një nën, je një grua, je një lloj si mua dhe nuk ka lidhje se kujt komuniteti I përket. Normal. E dashur Bona, më lejon të pyes për jetën tënde? Po. Sa vjeç jeni? 31 Bona dhjetor. Edhe 100 vjeç u bëfsh. Kur je martuar për herë të parë në qytetin e Durrësit? Sa vjeç ke? Martesa ime martu 14 vjeçe. 14 vjeçe? Po. Kaq e vogël? 16 bona gocën e madhe dhe se tashin mars bona 15 vjeçe. E dashur Bona, ti solle 3 fëmijë nga martesa e parë dhe sa vite jetuat me burrin e parë? 9 vite. 9 vite, por ai sa vite më I madh ishte se ty? Ai ishte 11 vjet më I madh nga unë. 11 vjet, por kjo martesë si erdhi, me dashuri apo me mbledhëri? Jo, me shkesë, si thoni. Ka qenë familja që të martoi? I kushërina e mamit. Por ju keni qenë dakord për atë martesë apo fëmijë dhe nuk e kuptoni? Po hajde, kupton tash që I vinë marrëdhënie dhe familjes, kupton? Ju vetë po nga Durrësi? Nga Durrësi keni qenë? Sa familje. Po, unë jam nga Tirana, babin e kam Tiranë, do thon mamin e kam nga Miloti, edhe vetë jam lind në Laç. Jam lind ke Nëndajat. Po. Por çfarë ndodhi me martesën tënde të parë? Domethënë si shkoi kjo martesë? Dhuna familje, spinte shumë alkoolin, më godiste shumë. Vuja, kupton, kam as vujtu jashtë mase. Në 9 vite ai të ka dhunuar? 9 vite vetëm dhunime me, për zotin. Shumë kam vujt në ai pare. E ke denoncuar ndonjëherë në polici? E kam denoncuar një rast, në momenti që bona ndarje, po fundimisht nuk e mora më. Po prap më erdhi keq në fëmijë, që vetë çfarë denoncimi. I thash vetëm nuk duhet më vetë dorë. Në ato momente ku ka policia, që ka marrë policia në telefon, ka që në ora 1-2 e natës, nuk e marrë më mirë. Kam që me 3 fëmijë jashtë natën.
Derisa vjeri këto nuk më di që të më mbrojsh si mos si fëmijët e mi. Por pse kjo marrëdhënie kaq e keqe me vjerën dhe vjerin, kur shikon alkoolin shumë të foshtë kanë qenë, se gjithë kemi nona, gjithë kemi nuse vëllezër në shtëpi, kupton, nuk mund të t'i dhonojmë, sepse si kalon një non, një baba jo, ka gjithë një babë ke familja ime, kupton? Por ai nuk janë gjithë njerëzit njësoj. Dhe mua sinqerisht më vika shumë keqe pas ke bërë një jetë të vështirë nga martesa jote e parë, por shumë vështirë, kujtoj për Zotin vetë çaj për prat Allah. Çfarë do bëj? E dashur Bona, por bashkëshortit i parë të ka dhunuar si ishte xheloz apo për shkak të pijes? Me alkooli. Për shkak të pijes. Por kur ai nuk pinte dhe ishte i qetë, shumë i mirë, shumë i qetë, i flisja, pse i bën to gjona kur pinë dhe ku jesë, dhe ku ishte jesë pi papyra, nuk uninte në shtëpi, po thuj se ku s'kishe burë shtëpia. Ku pinte pastaj, e prishte komplet atë. Edhe bukën që hasha me gjak. Se ka shumë të ka dhunuar? Shumë, jashtë mase. Por me fëmijët e tij si sillej? Në fëmijë deri para vitit 3, flisja, bosha, komunikoja me fëmijët, me goca, si kam të mdhaja, e madhe tash në mars 15 vjeçe. E dyta është 13 vjeçe e gjysë dhe vogla 10 vjeçe. Vogla kam pak të smur, kanë me buzë lepë, që i thoni këto. Edhe operacionin e ka lanë për gjysë ai. Se të voglin e pata më vajtu, ku erdi përfundimin darës që unë dava, gocën e voglin e pata marru në Greqi. Edhe nuk mësoti dokumentat e diagnozës, e kote familja ime nuk e jep të që ta bërë operacion. Pase ku këtheva për Shqipëri, goca i ku mas motrave të veta, nuk leti me mua. Pase ku i ka me datë 1 dhjetor të ashe, mi ta ku fëmit, i pyti gjyshe vetë, do një me shku me mamin, apo do një me netë këto. Goca të thanë duhet të shku me mamin. U qualla gocave, të mshajt, të uzan me mua dhe me motrën time. I shkunata? Po, i shkunata, boni shumë debate, më fundoj në fjallet të maksimale, shumë fjallet të pisa, dhe më në thonë që shë themin e më. Po ç'lidhje ka? Nuk i vuna as dorë, as i gjë. E dashur Bona, po ç'lidhje ka i shkunata kur ti je nëna e atyre vajzave? Po. Pastaj më çu fëmijët mesazh, më tha mami nuk vi me ty. So fidot të merja me vetën, sa ish vjenë, unë t'i jap firmat e noterisë fëmijëve që ti marrësh. Mas shike motra ime mas debatit, shike motra ime se aty ka motrë ndurë, shko zet, janë shumë gatë. Më qej fëmijët zanor, më thoi që mami nuk vi me ty dorim të kebabit, pse si janë mbushur mendjen. Se fëmijët deri dje më thoshin najtë më merë, një kam biseda me mesazhe me gjitha. Dashur, më vjen shumë keq se edhe unë jam nën vetë dhe kuptoj. Më të si kam rritë, i prakisa. Nuk kisha ku shkoj, më atë ko mamin e kam pasur në Francë. Edhe nuk kisha ku të mbështesë, se një femën e vetë nuk s'ke ku shkon. Edhe gotën e vogën e pata marrë me vete, kurse dy tjetë i pata i lonë shpi, të shika e keqen nuk si kam praktisë, më kupton. Ato që i lash aty ju përgjishë që a i nisja roba, a i ka pas njës lek, a i agriste robat flive, nuk e pranonte. E dashur Bona, ndarja juaj nuk ka qenë paqësore, ka qenë një ndarje me sa po kuptoj jo fort e mirë. Shumë e keq që ka qenë. A mund të vuja shumë, jashtë nase kam vujt. Sa më se të gjumi në frysha nga ta jaku. Shumë kam vujt. Në martesën e parë, shumë. A mund të më tregosh? Dhe gjera bukën në milte me qelë, kam qenë 7 zane. Ku vitën avime, vjetë të më tyla robat me dorë, se gjithë kushët i kam pas, nuk më lejoshin. Por pse Vjera bënde këtë lloj sjellje ndaj teje? Se kështu janë vjera ta manë. Ke vjera që janë të mire, ke vjera që janë të qia. Nuk ka asë gjithë e nuk ka gisha gjithë njësoj. Ajo nuk të ka dashur asë njerë si nuse? Ka dashur një të rejës, se që gjithë kam pas ja boja punë, të hajtë
Ta ma ja afër vjerën, kupton, ja respektosh, ja bosha punët e gjitha. Jo më merte me fjalë, shumë, thasha theme bëndës, thasha theme si du kurën jetë, du batë vëtë një vjeqë, thasha theme të largë vetës. Por me fëmijët e tu si kishte raportet gjyshja, i zhvjera, i donte? Gjithë po një ka pas përzën nga shpia, gjithë i përzente nga shpia. Po ti në ato kohë ke jetuar vetëm me burrin? Kemi qenë të ndamë velë, më thonë, kanë qenë një shpi me qera madhe, ka pas dy e shpijash me një borë. Unë kam pas dhomën time, ka qenë kunata burat vlezër, jemi qenë me një koridor, po vjera pa të bo një dhomë veçantë nesh, po ke një borë, pa të bo një dhomë veçantë. E flitë kushoshet e gjithi përzente të fmitë e njës, mi ka dash kur fmitë. Por kur bashkëshorti të dhunonte dhe dëgjohesh se një obor ju ndante, si reagonin njerëzit e shtëpisë? S'më vishit më mbroshin kur. Veç vjeri, a i më mbron të gjithë. Vetëm a i të ka dashur? Vjera këtë bashkëshorti që kam pasur, ka pasur bur tjetër me këtë njerëku. Me që e ka rritë, me njerëku që e ka rritë, njerëku tjetë më mbron të shumë, jashtë mase. E të shubona, por pse durove 9 vite dhe jetove me një person që të ka dhunuar kaj shumë? Mos a prishja jetën e fëmijëve. Mos u boshim me se gjithë në fyrat marrë namin e keq, a kupton? Kishe fri nga paragjykimet? Po tash ti pak shumë shqiptarë, dhe që kemi shqiptarë, kemi këto. Por në familjen tënde kërkove ndihmë? Familja jote të përkrau? Normal, kam vështet familja shumë me vite muluste, qante, nuk i bëjmë këto gjona, nuk pimë, dhe kokrat e alkoholit ka pi që më spinte, pra pinte fsherazi. Pra, fatkeqësisht ish partneri juaj i parë ka qenë një person i alkoolizuar. S'kosha vesh atri fëmijëve, mos ta bëja fëmimin i baba tjetër, kupton? Kështu ka qenë jetë vujtin e femrë, si mund ta them. Do më tregosh çfarë ndodhi atë ditë kur ti more guximin për t'i thënë stop dhunës dhe vendose të largoheshe me vajzën tënde të vogël. Atë ditë çfarë ndodhi? Ai të dhunoi? Unë gozën qova ke shtëpia. Vjera ka qenë në shtëpi vetë i lash gocën aty, thash mami po iki, do të them prap, kupton, nuk mund t'ja thosh se shumë po vusha. Të betohem. Kam vetëm gocën e vogël dhe kam ikur ke familja ime. Kam nejtë aty vetëm babin kisha, të mami dhe vani kam pasur në Francë. Po. Në atë kohë. Nejtë dhe ke babi, hajtë të falë me gjithë një mbështetje, kupton? Kur ti kërkove ndarjen partnerit tënd të parë, ai si e priti ndarjen, largimin që ti ike? Nuk që të më vinte, nuk kërkonte, më kur. Ja. Nuk erdhi të kërkoj ma? Ja. Por pse nuk ju drejtove gjykatës që të bëje divorcin dhe të ndahesh edhe me letra? Ku s'kem, nuk i disha, kam qenë pak më e vogël, kupton? Vjen një moment që arritë që kupton gjitha. Por kur ti u largove vetëm me vajzën e vogël, ai të la të flisje me 2 vajzat e tjera më të mëdhaja? Kishe kontakte me vajzat? Po, flisa nga ana punatës, flisa të djali gjajës tim, ka marrë gotën e darjes këtit. Jeni krushi, le të themi. Po, edhe flisja ranta aty me fëmijët, flisja. Po një moment edhe nuk më doshë, se vi frymëzoshin shumë fëmijët, ndaj meje. Se çfarë të thoshin vajzat? Nuk më doshë, nuk më flisnin kur në kamer. Të Sepse refuzonin? të frymëzimi, në di shumë mirë, se i pasha të ditës e i frymëzuan fëmijët në syrin tim. Se çfarë ju thon vajzave të voglave që mos të takojnë ty si nën? Largoj, mos rri me mamin, s'u të përmendo fjalë falidhje këtu, se janë fjalë për më mas jo respekt, kuptohet si çdo njerëzim. Çfarë ndodhi më pas në jetën tënde? Ti kur u ktheve nga Greqia, vajzën e vogël e le tek ish bashkëshorti dhe të 3 motrat që ndruan bashkë? Jo, i pata më dhe fëmijët atë kohë, ku i ka në shtëpi me fëmijët. Në atë kohë pas e goca iku me motra, se jelë du marrë fëmijët 2 gocat e tjera, kjo që mi patë se mirë pa, mirë mbajtur, iku dhe kjo. Ngele e vetme. Iku dhe e vogël.
E vetëm, ta fiks e vetëm. Çfarë ndodhi më pas me jetën tuaj? Ti u njohe me një djalë nga Elbasani, më the. Po. Para sa vitesh? Një me këtë Elbasani, flisa në Facebooku, të shqipë si çdo ferme të kërkoj një mbështetje, se akoma isha re në ko 21 vjeç që kam qenë edhe aq e madhe, të shqipë në këto momente nuk mund me gabu, se dim jetën, dim çdo gjë. Me moshën që kemi 21 vjeç se jemi të vogla më. Pas ndarjes, një muj kam jetë ke familja, pastaj u njofta me këtë dhe ika. Ike ku? Në Greqimi nisu nga Mali. Ke iku nga Mali në këmbë? Po, me gjithë gocën e vogël që pa ta marrë. Dhe sa orë ke udhëtuar? Nuk udhëtova shumë se mas doganës se hypëm një makinë në taksit nga që deri në Athinë. Dhe çfarë ndodhi me jetën tuaj në Athinë? Aty pastaj ai më punovi. Nxoj në rrugë. Nuk se shoku si njeh. Kërkova mbështetje, gjitha më keq. Ai të detyroi që ti të bëje punojsen e seksit në rrugë? Po, më shiti dhe pak fjalë. Gocë ma mante në naftit në shtëpi. Dhe pastaj mas një vit i kështu ngela 7 zanën me djalin që i ka po 6 vjet në vjetor. Zemër, unë e kuptoj që je e rënduar nga ana psikologjike dhe më vjen shumë keq për gjithë jetën që pas ke bërë kaq shumë të vështirë. Shumë. Por Shumë të keqe. Por si ai të tha të dua, të mbushi mendjen që ti të shkoje në Greqi dhe ti i besove fjalëve të tij, dhe si besova shumë. Si ta tha më pas që do dalësh të bësh punojsen e seksit? Jo, nuk më tha, jo. Thash haj për gjë një jetë më të mirë, po rizgocë që kam, 2 tjetë më të rritë dhe më kërkoj tash një ditë, se me malë çdo në fëmijë në në vetë kërkon një moment. Jo, si ai ta komunikoj që ti të dilje në rrugë dhe të punoje dhe të sille të ardhura? Jo, basi më qoj atje, kupton? Ne tanja një javë, 2 javë në shpinë aty, pastaj s'kisha ku të shkova, s'disha as vende, nuk di as gjua në Greqi në atë kohë. Isha me fëmijën e vogël, do t'i rova që të dilsha, kupton? Me pak fjalë. Se me familje nuk parafisa në atë kohë se hika. Nuk kisha as telefon, as i gjë. Ishte ai që t'i gjente klientët? Jo, kuna ata ti të burrat vezës, kuna e dashja vllajt ti punon të këtë punë. Pra, le të themi 2 vëllezër që kishin të dashura dhe i punonin si punojse seksi në Athinë. I shfrytëzonin. Në maksimum edhe nëna ti punon të këtë punë. Nuk e njifsha. Edhe nëna e ti? Po, nëna ti të bon të atë punë. Të mërshme, dhe sa kohë punove ti në rrugë? Punova një 6 vjetë. 6 vite. E doje ato person që bëje këto lloj sakrifice? Nuk o që e doja, kupton, se ngela 7 zanë, hajt, thash më stashtu dhe këte fëmin të arrisjet tim, kupton, mësa praktikisja. Pas e moqi një farkohen nga puna, mas i ngela 7 zanë, mas i linda. Pra, pas e mas u kalit djali 20 dit, pra, dilsha të e po këtë punë. Mas 3 vjetësh, ngela 7 zanë që kam e djali në vogël 3 vjeç, i bon 4 në ngusht. Pra, ti me partnerin të dytë nga Elbasani ke sjell 2 djemë në jetë? Po, 2 djemë, po. Njërin e ke 6, ndërsa tjetrin? 3 gjys. Pra, ti e nëna e 5 fëmijëve? 5 fëmijëve. 3 vajza që i ke nga martesa e parë, që jetojnë me babaj? Do të s'kam asnjë në dorë. E kjo është e dhimbshme. Ti je nëna e 5 fëmijëve dhe fatkeqësisht mos kesh asnjë fëmijë. 3 vajzat jetojnë me babajin e tyre në qytetin e Durrësit, ndërsa në Shkozet. Por unë jam e sigurt e dashur Bona, sepse e kuptoj që po vuan në këto momente, kur më marrë them këtë histori të dhimbshme.
Asnjë femër nuk do donte të bënte punojësen e seksit. Kur, për zotin, kur. Pse nuk e more? Sot që kam rënë pak gratë, që të se s'kam fëmijë të pranë. Pse nuk e more guximin të largoheshe nga ai njeri, sepse një mashkull Kisha ku të shkojnë pa të momente, më kupton, nuk di as quhen, as telefonat të kohës nuk më lente, nuk që ku të përplasja. sepse ai po të shfrytëzonte për para të cilat i nxirje në rrugë. Normale, para ti merrte ai. Ai kam ndërëndësu dhe për këtë gjë në Greqi. Sepse edhe më godisë më rifte shumë në dhaj. Por pse të Të dhunon? njëjtën gjë bënte paka shumë se ish bashkëshorti i parë. Por pse të dhunonte? Dhunon të pinte dhe në to. Sa thënë, s'du dhe që përmend edhe këtu. Lënë narkotike. E qarë. Po. Ka qenë përdorur si lëndëve narkotike dhe në efektin e lëndëve narkotike edhe të ka dhunuar. Por ju e denoncuat në polici kur? Në të thonë drejtën, ka qenë djali vogël, një vjeç e gjysmë 2, djali i madh, që du sa unë përpani, 4 vjetë. Nuk i mbaj me data, kështu që ka qenë një mujnë tetori, fillimi tetorit ka qenë para 4 vjetësh. E dashur Bona, 3 vjetë kështu. kur ti solle një jetë 2 djem me këtë person, kur ti dilje në rrugë, fëmijët ku i lije? I mam të kë, nëna tjetër. Por nëna vjera, le ta quajmë ai ishte vjera juaj. Po. Por Po. ajo çfarë ju thoshte? Se shumë e rëndë Që gjithë të thotë, situatë. nona punon, dje punon dhe bote vetë këtë punë. Që të thotë ajo? Por edhe kur ai u bë baba, nuk u ndërgjegjësua. Mbasi bëra djalin e dytë, më largoj nga puna. Pra, ishte ai që të hoqi nga rruga, sepse ti deri në atë moment, sa solle një djalin e dytë, dili dhe punoje, po? Po. Më hoqi nga puna, u shkëputëm nga Athina, shkuam në Selanik. Ky filloi të marrë me do punë të veta, nga Shqipëria kalonte narkotike, i zgjidhte në Selanik. Por çfarë ndodhi më pas? Domethënë, sa vite qëndrove me këtë djalë nga Elbasani? Vinte, pinte, ato lek që i bënte, po vetë në mbante, nuk që nuk në mbante, në i plotësonte çdo gjë. Te kjo pjesë nuk mund t'ja ullë poshtë, kupton? Që dua unë të mira, ku unë po haj droni në fund. Por edhe kur ti u largove nga rruga, ai të dhunonte sërish. Sërish, po. Po me fëmijët e ti, me 2 djemtë e ti si sillej? Me fëmijët më mbajti, nuk më e dha. Ku ju largova, me fëmijët ka dash shumë. Nuk më ka ashtu fëmijët. Si e ndarti me partnerin tënd të dytë nga Elbasani? Më rafi më mbajti ka qenë ora e mëngjesit, nuk po vjen po vjen mëngjesit, ora 5 e mëngjesit, ta natë në shtëpi të pi me shok. Mi kanë qenë në gjumë, u qumë rafi, edhe nëzori jashta, me bizhamën kanë zjerë jashtë. Aty ka marrë trenin në orës 6:30 në Selanik, që kam shku në Athinë me bizhame. Aty shkova ke shoqja që ime që është në Korqa, Esmeralda. Ajo më mbështeti, hajë shkova i mora fëmijët. Ndihmoja jo me lek. Po. Më dha lek, shkova në Selanik, i thash më jep fëmijët, unë do t'jeri fëmijët e mi. Ai nuk mi dha fëmijët, shkova prapë një ditë tjetër për t'ja marrë. Mi marrë ta 2 ditë në Athinë. Erën e dytë që mi dha fëmijët, ku shkova erën e dytë, mi dha i marrë ta 2 ditë, erdhi mi mori. Do të rova pastaj, ku erdhi që mi mori fëmijët, do dhura punova vetë pastaj. Punova vetë që doja lek. Pra, le të themi ti ju riktheve profesionit. Po. Ju riktheve sepse nuk kisha, shoqja të ndihmon 1 herë, 2 herë, 3 herë, nuk tash, të ndihmon gjithkusht të më kupton. Pastaj ju futa vetë punova, kyra në burg. Po fëmijët? U kap.
Nuk reaktësi. Fëmijët i mori nona aktit. Po. Ky janë në burg, akoma është në burg, nuk ka dalë akoma. Fëmijët i mori nona aktit. E më pata marrë vllajën e këtit, që kjo e ka me burg grek. E ma dhe i thash, fol me mamin, në orën e këtymve. Fol tash me mamin, thash, thuj që të vitëri bona ke shtëpia me fëmijët, se s'kam ku të rish, unë ke puna që boja punë në studio, aty flesha, aty risha, edhe aty punoja. Të mërshme, po. Kjo mi mori fëmijët me qenë jetimore. Pra, ish vjera ti ka lënë fëmijët një jetimore? Po. Në qytetin e Selanikut? Në Athinë. Në Athinë. Po. Por si dorëzoi dy fëmijët një jetimore kur ti ishe aty në Athinë? I ka dorëzu me emrin tim e mbi emrin tim. Sikur i kam dorëzu unë. Por ti nuk folen atë kohë me ish vjerën? I fola, ju lutam, tash më smiqoj, thash fëmijët. Ma vesh më mrapa, ku fëmijët ishin në spital, me Agio Sofia. Por pse nuk e denoncove në policie, dashur Bona? Sepse ti je nëna ligjore... Nuk kisha dokumenta. Se në atë kohë isha ka pa dokumenta, erdha në Shqipëri, më sollën në Shqipëri dhe shkova prapë në Greqi me lek, pagoj ta lek. Pagova lek që shkova prapë në Greqi dhe interesova për fëmijët, shkova i pash fëmijët e mi. I kam edhe numrat e spital të jetimorës, i kam të idrima, si thojnë në greqisht. I kam numrat, por nësa kam marrë vesh një ka të sfru një familje tjetër, së në asë të kam firmos atë ku shkova. I thash, unë fëmijët e mi duhet t'i marrë, po për momenti nuk kam ku t'i qoj. Po mos për një vit, 2 vjet, ashtë do vitë t'i marrë fëmijët e mi. Po një deklaratë që kanë shkrujt ato aty, unë nuk e di. Por ti ke firmosur. Po flas me ty dhe që unë qatë fjallë që mund t'i them, dhe nuk i shkru në fletosh ku fjallë tjera, kupton? E qartë, e kuptoj, ti ke firmosur në jetimore në Athinë për dy fëmijët? Jo, pare, s'kam firmosur fare, firma ime s'ekziston aty. Por si e mësove lajmin ti, kush të njoftoj që fëmijët përfunduan të dy në jetimore? Shoqet, se i kishin kujshie shoqet e mija, ish vjerën. Pra, ish vjera nuk e mori kur guximi të tregonte të vërtetën për fëmijët e tu, por kanë qenë shoqet e tua. Ti fëmijët ke shkuar, je interesuar në jetimore, i ke takuar ndonjëherë? Po, kam shkuar, jam interesu, se fëmijët po s'pate shpinë ato momente, po s'pate lej ku nuk t'i japi fëmijët, kupton? E dashur Bona, për të qenë sinqert, përpos dhimbjes që ti përjeton si nën që dy fëmijët i ke lënë në jetimore, ti kanë lënë më saktë në jetimore dhe nuk e di çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Por në situatën në të cilën ti e ndodhur, pa para, në situatë rruge, pa shtëpi, në ato kohë ke bërë punojësen e seksit, padyshim që institucioni ta heq të drejtën e prindërimit dhe fëmijët është gjëja më kryesore dhe padyshim që fëmijët kanë kaluar në jetimore, por të lejuan të shkoje ti takoje të paktën sa herë i takove fëmijët? Po, më takova fëmijët, po. Sa muaj mbajte kontakte me fëmijët? Fëmijët i kam taku para 2 vjetësh në maj. Para 2 vjetësh në maj. 2023 ishte në prithur, se dalë s'ka ju 2025 ka kalu akoma. E qartë, po, sa muaj i takove? Një herë apo i takove disa herë? Vesh një herë i takova, pas më kapi policia që më solli për Shqipëri. Dhe ti më pas u ndalove nga policia se ishe në mënyrë ilegale dhe erdhe në Shqipëri. Po. Por çfarë ndodhi me jetën tënde më pas? Ti mbrite në Shqipëri, le të themi vajzat nuk i takoje dot se të refuzuan që të kishin kontakte, 2 fëmijët e vegjël i lenë jetimore në Athinë, si vazhdoj më pas jeta jote, Bona? Njëta këtu ke familje, pastaj erdha këtu në Kosovë, jetoj të kushërina ime. Punoj me atë.
ju sot bëni Të Viva Fresh ku bëj. Ku punoni? Të Viva Fresh, market, sistemoj. E qartë, puna është nder, kjo lloj pune quhet nder dhe më vjen mirë që në kushërir të ka ndihmuar, të ka përkrahur dhe tashmë ndodhesh në Mitrovicë të Kosovës dhe aty punon. Por çfarë ke menduar? Po momentin nuk kaloj dot në Greqi, që shumë intereson për fëmijët e mi se kam full. Më kam bën ndales. Sa vite të kanë refuzuar të hysh në Greqi? Të letra kisha për 4 vjet. Tash i kam bërë 2 vjet në dhjetor që më kanë kthy. Pra, le të themi, ty të duhen edhe 2 vite të tjera që të kalojnë, ku më pas ke të drejtën për të udhëtuar në një nga vendet e Bashkimit Evropian, siç është Greqia, ku ti ke 2 fëmijët e tu, por jetimorja ndodhet në Athinë, nuk e mundur dot në një kontakt, numër telefoni, të flasësh, ti marrësh telefon, të pyesësh për fëmijët? Jo, nuk i marrë dot. Pse nuk i merr dot? Po, për të s'ka të fus telefonit, lek, duhet me lek. Për gjatë 2 viteve se ke gjetur asnjëherë mundësinë të lidhesh me jetimore? Po, kam marrë. Para 7 muajve kam folur, ka thonë që fëmijët kanë transferu. I ka marrë një familje tjetër. Por nëse themi i ka marrë një familje tjetër, do të thotë janë birsuar. Po, janë birsuar, më thanë që një familje tjetër, por nuk e di më saktësisht sa e sigurt është. Të 2 vëllezërit janë birsuar në një familje apo vetëm njëri? Çfarë të kanë thënë? Të dy. E dashur Bona, unë dua të shpjegoj, unë e kuptoj që ty të dhëm zemra dhe kërkon që ti gjesh 2 fëmijët e tu dhe ti rikthesh pranë xhirit tënd, por nëse ti në atë jetimore ke shkuar, ti thuaj unë nuk kam edhur firmë, mund ta ketë edhur vjera firmën, si 2 fëmijë të braktisur nga nëna, varet se si janë paraqitur ata fëmijë në institucionin. Jo, nuk kam firmos, sa nuk kish firmos. Por, jo, dikush ka firmos. Në momentin që ti 2 fëmijë i dorëzon një jetimore, personi që i dorëzon patjetër që do firmosi. Kjo gjë ta garantoj unë. Dhe mënyra se si ata fëmijë janë dorëzuar në jetimore, që mund të jenë braktisur nga nëna, varet se si vjera juaj, ish vjera juaj e ka paraqitur rastin tek shërbimi social aty në Athinë dhe më pas shërbimi social është lidhur me jetimoren në shtëpinë e fëmijës ku janë vendosur fëmijët, që mund të jenë vendosur si 2 fëmijë të braktisur nga nëna e tyre, që janë marrë në dorëzim nga shteti grek dhe nëse janë marrë në dorëzim nga shteti grek, pra që të drejtën kujdestarinë atyre fëmijëve e ka marrë institucioni shtëpia jetimore ku ata janë vendosur, do të thotë ata kanë të drejtat e plota për ata fëmijë. Dhe nëse ti ke marrë nga institucioni përgjigjen që ata fëmijë janë transferuar në një familje, do të thotë që ata me një vendim gjykate janë birsuar. Dhe në momentin që ata janë birsuar me një vendim gjykate, ti e dashur Bona, le të themi i ke humbur. Unë fola me një avokatë në Greqi, quhet Maria. Dhe më thanë, qofë se nuk vije hajde këtu, tha, apim, tha, gjyqin e fëmijëve, tha, shifrën firmat shkrimi, që shpe thua ti këte pjesën, qofë se firma jote nuk eksiston aty, tha, fëmijët aty, do të bëj unë që ti marrësh, sepse kjo është firma nonës, emri jote, originale dhe firma jote, fëmijët nuk ti me kërkush. E dashur Bona, ti padyshim ke të drejtat e tua, ti drejtohesh gjykatës në Athinë. Ma unë nuk kalu do për kalu kjo, kupton? E kuptoj, ti ke edhe 2 vite që nuk të lejohet të hysh në Greqi, por ti ke të drejtat e plota, ti drejtohesh gjykatës dhe të kërkosh 2 fëmijët e tu, absolutisht. Por është një betejë shumë e gjatë me drejtësinë greke. Më duket një betejë kaq shumë e gjatë dhe mbi të gjitha, nëse fëmijët do ishin në institucion ende, ndoshta rruga do ishte pak më e lehtë, por nëse ata janë birsuar me një vendim gjykate dhe kanë vite që jetojnë në një familje, që kanë një nën, kanë një baba. Nuk është të kanë vite, se 2 vjet kanë, tash në prill bëjnë 2 vjet në jetimore. Po, 2 vite kanë një jetimore, ndoshta mund të kenë 1 vit të birsuar, nuk e dim. Që do të thotë kanë një nëne, kanë një baba, kanë një familje,
më duket pak sa e vështirë, por gjithsesi është e drejta juaj në mënyrë absolute që t'i drejtoheni gjykatës dhe të kërkoni të drejtën e dy fëmijëve, e dy djemve që si quhen, si u a ke vendosur emrat? Kristo dhe Panajoti. Tipik emra grek. Po. Kristo dhe Panajoti. Kristo është 6 vjeç? Sepse Kristo lindi 24 dhjetor. Në Krishtlindje. Po, kurse Panajoti lindi në 19 gusht, ishte edhe festa Panajoti këto, si janë festat e grekëve. E qartë, ortodokse, e qartë. Dhe tipik emra grek që ja ke vendosur, sepse ata kanë lindur në Greqi, unë uroj që ata të paktën të keni familje të shëndosh atje ku janë birësuar, të rriten me dashuri dhe pse jo, ajo familje të njohë ty si nënën biologjike të tyre, të t'japi të drejtën, ti njohësh, ti takosh dhe mos të humbasësh kontakte. Kjo do ishte gjëja më ideale që mund të ndodhte. E dashur Bona, por vajzat që i ke të rritura nga martesa e parë, ato e din që kanë 2 vëllezër, i ke njoftuar? Po, e din, po. Edhe i kanë takuar. Si ka qenë raporti mes 2 djemve dhe vajzave nga martesa? Mirë, i kanë dashur. Por përpjekje... Kanë dashur, këtë të patarë me shmit e vegjit. Kanë patarë para 3 vjetës ka qenë Panajoti shumë i vogël. Ja, unë thëmë që janë këtë gjyshja vetë, se kam të regu këtë historinë. Por ti sot ke kontakte me ish vjerën, të dytën? Ja, më kanë blok, ja. Në mënyrë absolute. Por atë e ke denoncuar për veprimin që ka bërë që 2 fëmijët i kanë darë nga gjiri jotë? Normale që zura në atë ku e mua në Messenger në Facebook, me aty ma ali telefoni, ma fiku dhe me bërë një blok direkt. Ndërsa me babajin e fëmijëve, ai është në burg. Nuk ka, është në burg. Por ai është në djeni që nëna e vet i ka dorëzuar se dhe ai ka fëmijë. Po e din. Por edhe ai ka qenë dakord? E din. Jo, nuk ka support në kërkën. Jo, ata është ndihmo kur as familjave se ndihmon më mëna që është. Jo, edhe ai ka qenë dakord që 2 fëmijët e tij të përfundojnë jetimore? Jo, se ka ditë fare, më mëna pa e ka marrë vesh. Dhe situata është vërtet e rëndë, por e dashur Bona, përpjekje për 3 vajzat nga martesa e parë, do bësh për t'i marrë apo pret që ato të rriten dhe pak dhe të kuptojnë ty? Unë doja t'i merresha ku i ka këtë radhë. Se më tha ish vjeri, ku të vish, mas vitit 3, bëjmë një të rinj, t'i marrësh fëmijët. Shkova i pa ta blinë të fëmijëve rroba këtu, të 3-ve mos mi nda fëmijët, më kërkuan parfume, ja bleta, ja qova, më ashtë do të gjë. Më të jam as nuk i putha, nuk më lajo hala vetë, shumë më ofendovi, më shajti, si mua si më të rëntime nuk bon zë. As nuk i vunë më dorë të thamë, përfundojme polici, për të fliq vetëm, për këtë logjika jotë, që ka një fëmi, në këtë, së dojme të remet si me kërë nënë. E dashur Bona, unë kuptoj që shpirtin e ke plag për të 5 fëmijët. Mos e bëj për Zotin. Zoti e të ndihmën time. Por jeta jote aty në Mitrovic është e mirë apo dhe aty? Me jetësit njëm jetën, po ama sikletin e fëmijëve vetëm këtë. Se po të them, ku kisha fëmijët, kisha vujtje. Ku kam e atis kam fëmijët. Ka shkujta i me kundra shumë. Ti je vetëm 31 vjeç, je shumë e re dhe pse je bërë nën shumë herët. Ke lindur që në moshën 16 vjeçare dhe më the gocën e madhe e ke 15 vjeç, ndërsa të voglin 3 vjeç e gjys. E dashur Bona, unë do këshillohem, do konsultohem me avokatët të cilët unë operoj për historinë tuaj, do bëj të pamundurën për të ndihmuar. Ta uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e ty
më vjen shumë keq për gjithë jetën që më rrëfeve, vështirësitë që nga martesa e parë, dhuna, bashkëtesa e dytë që të shfrytëzoj për punojse seksi, sot që ke ngelur e vetme, nuk e askënd, uroj që të bashkohesh, ta kesh familjen tënde, ti jesh një nën me 5 fëmijë, ti jesh vetëm, është e dhimbshme. Kështu që forca, mos u dorëzo. Ndoshta çfarë ka ndodhur në të shkuarën, harroje, quaj një kapitull të mbyllur dhe puna që bën sot është një punë e ndershme dhe të bën që kokën ta mbash lart dhe do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Faleminderit shumë. Unë të përshëndes dhe sinqerisht u trishtova sot që dëgjova këtë histori. Faleminderit shumë. Amin. Gjithë të mirat, mirupafshim. Ciao. E dëgjuam historinë e Bona Habibaj, dashurmiq, e cila nga martesa e parë ishte një grua e dhunuar dhe e detyruar u largua duke lënë vajzat tek ish partneri i parë, me ëndra për të nisur një jetë së re, në një moshë fare të re, ajo u përball me një person që i besoi gjithçkaje, i besoi fjalëve të tij, por ai e nxori në rrugë, duke detyruar të bënte punojsen e seksit, edhe pse solli një jetë 2 djem me tutorin e saj, 2 djem të cilët përfunduan fatkeqësisht në jetimore. Ne urojmë më të mirën për Bonën, ndoshta do ta ketë shumë të vështirë të bashkohet me 2 djemt nga bashkëtesa e dytë për ta fituar anën ligjore, për të fituar kujdestarin, por urojmë të bëhet më e mira të bashkohet edhe me 3 vajzat nga martesa e parë. Unë i premtova që do bëj të pamundurën me avokatët që unë operoj me rastet e mia për ta ndihmuar, për ta këshilluar nga ana ligjore. Mirë, ne kemi ardhur në fund dhe për ditën e sotme. Unë falenderoj të gjithëve që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me ju. Faleminderit dhe takohemi nesër.